Në rast të parë ne jemi të gjithë të smur pak a shumë, okay? Në rast të dytë nuk për asnjë gjë gabim. Për arsye sepse nëse nga ana psikologjike, nëse dikush nuk shikon 90% të anës pozitive të atij, jo 100% të anës pozitive të atij mesazhe nuk e kam parë, të them të drejtën, edhe një nga arsyet që nuk e kam parë është sepse unë mundohem shumë të mos jem online. Për arsye sepse nga ana e pozicionit tënd duke qenë domethënë njerëz që të njohin dhe që më njohin, do hapësh dyert e çdo kujt. Dhe ti e kuptove shumë shpejt. Kjo është gjë shumë pozitive, që kuptove që po përgjigjeshe te njerëzit negativ. Në momentin që ti përgjigjesh dikujt me një përgjigje, le ti përgjigje shumë e mirë nga ana jote, dikujt që është negativ ndaj teje, ti jap derën që ai të ripërgjigjet. Por nuk është faji jot, për arsye sepse nëse dikush flet për moshën, që pak a shumë jemi në një moshë që është shumë e vërtet, ose do mplakesh, ose do vdesësh i ri. Kështu që unë tani nuk e kuptoj çfarë duan njerëzit, duan të vdesim të rinj që të na shikojnë të reja. Kjo ka shumë të bëjë me personin që është përgjigjur dhe shumë pak të bëjë me ty. Por kur të prek diku që nuk është e drejtë, ka kuptim që ti përgjigjesh. Veçse, a është ajo fjala, do you want to be happy or do you want to be right? Ilva ma përkthe të lutem. A do të ishe lumtur apo do të kesh të drejtë? Unë do zgjidhja lumturinë, në fakt. Pikërisht, dhe në momentin që ti je përgjigjur është sepse ka trigur diçka ndaj teje që në 100% të mesazhit tënd, në vend që të shikonin pjesën pozitive, kanë zgjedhur një gjë negative që nuk është ndaj teje, por është ndaj personit që ka folur. Kështu që të sugjeroj herë tjetër, se që e ke kuptuar dhe vetë s'kam mas të bëja fare sugjerim, sepse e ke kuptuar shumë shpejt dhe kjo është gjë pozitive, është që përgjigjet të mos kthehen te njerëzit negativ. Njerëzit negativ flasin për veten, po e quhet projection kjo gjë. Dhe mund të thonë çdo lloj gjëje sepse ne japim derën e gjithë botës ndaj këtyre podcasteve ose online. Shumë e drejtë. Okej, unë jam një paciente që mësoj dhe dëgjoj edhe do bëj më të mirën. Për mirë, dhe unë besoj që të gjithë jemi nga pak pacient, ti ke të drejtë. Të gjithë, po. Të drejtë. Tani kam një pyetje që e kam pasur gjithmonë, edhe është gati ekzistenciale. A është e trashëgueshme në ADN trauma? Unë e di që ka shumë studime të fundit edhe kërkime dhe ka dhe zhvillime, sigurisht edhe shkenca po ecën bashkë me AI, si çdo gjë tjetër jemi në një shoqëri evoluimi dhe transformimi tashmë që uroj të ta ndjekim dot ritmin. Por a është e trashëgueshme? Për shembull, unë po lexoja që studimet tek pasardhësit e të mbijetuarve të Holokaustit kanë treguar që ndikimet psikologjike dhe epigenetike mund të shfaqen deri në gjeneratën e 3 dhe të 4 tek ata. Po në rastin e shqiptarëve? Gjithashtu, në rastin e gjithë botës, që DNA-ja ose ADN-ja e mbajmë në trup dhe e trashëgimojmë pa dashur. Gjithashtu është dhe qëndresa ndaj stresit dhe ndaj traumës. Dhe do ishte më balancuar të flasim për të dyja. Sepse i tremb pak a shumë njerëzit kur flet për ADN-n e traumës dhe jo për ADN-n e qëndresës ose ADN-n pozitive që ka pak a shumë çdo njeri. Prit që ta kuptoj pra ne kemi disa ADN brenda vetes, kemi ADN-n resilience, qëndrueshmërinë, po. Kemi ADN-n biologjike, ADN-n e traumës, ADN-ja biologjike është, po, ADN-ja biologjike mbledh të gjithat, po. Mbledh të gjitha. Kemi traumën, kemi dhe qëndrueshmërinë. Arsyeja që zgjodha resilience, është sepse resilience dhe trauma shkojnë me njëra tjetrën. Ne kemi ADN të ndryshme, ADN-n e ankthit, ADN-n e depresionit, varet nga çfarë ancestors trashëgimi e vim. Prandaj tash të smur jemi të gjithë. Për arsye sepse gjithë ajo rrymë e luftrave të ndryshme të vendeve të ndryshme, plus traumat që kemi ndaj jetës tonë, mblidhet. Dhe kjo shkon bashkë me lumturinë, duke zbuluar veten pak nga pak, të kuptosh dhe të punosh me veten, duke së puna e qepës, të shkosh te thelbi. Domethënë ka shumë punë. Por nuk duhet harruar ADN-ja e qëndrueshmërisë, ADN-ja pozitive që kemi, ADN-ja e empatisë, ADN-ja që duam të ndihmojmë, sidomos si kom. Jam shumë krenare që jam shqiptare. Ne kemi ndihmuar jo Izraelët,
Jewish, hebrejt, kemi ndihmuar hebrejt kur nuk e ndihmoi asnjëri tjetër në botë. Dhe duke ditur që mund të vriteshim vetë, kemi ndihmuar edhe gjermanët, trupat gjermane që kanë ngelur në Shqipëri, se kanë bërë shumë studime nga këto gjëra për anën e psikologjisë, që kanë ngelur në Shqipëri dhe nuk kishin bukë të hanin. Dhe gjyshet tona ju jepnin patate dhe gjëra që ne nuk kishim bukë për vete të hanin. Kjo është trashëgimi te ne. Unë nuk jam kjo sonil që jam sot vetëm se kam bërë punë me veten. Unë kam gjyshen që më ka dhënë ADN, po dhe dashurinë dhe mirësinë, ato gjëra që ne i mbajmë mend, ose mund të kemi një mësuese, një edukatore. Unë para 10 vite shkova te edukatoreja kur isha 3 vjeç, që besonte te unë. Që më thoshte ti je shumë e zgjuar, por bën ca gabime sepse nga që je zgjuar. Dhe nuk ishin gabimet, të drejtën, po unë isha çamaroke. Dhe kishte shumë vend atje të ishe çamaroke gjithkohë, është shumë e lehtë jesh të ulesh në bankë dhe të rish atje. Por është rëndësishme të kuptojmë dhe anën pozitive të që vim së bashku. Dhe ana pozitive është më e vështirë për të dalë në pa, se ana negative buçet. Dhe prandaj duhet të punojmë shumë me veten. Më falni nëse bisedën jonë nuk ka fare shumë mirë që po e shtjellojmë. Fëmijët e tu dhe fëmijët e mi e kanë trashëguar traumën tonë. Po. Çfarë duhet bëjmë në rast? Dhe trauma e gjithë shqiptarëve që po flasin dhe po e shohin ndoshta edhe këtë podcast. Ne në rast të parë duhet të kujdesemi për veten. Dhe si nën që i dua shumë fëmijët, nuk jap mesazhin që haro fëmijët, shiko veten, por flasim nga ana intelektuale gjithkohës. Ver maskën e oksigjenit vet, nëse bie aeroplani pasi ti vesh fëmijës. Sepse nuk ke si të ndihmosh fëmijën tënd nëse s'ke ndihmuar veten. Absolutisht, dhe ne tani jemi në një pikë të jetës që kemi aq shumë informacion nëse duam, ne mund ta përdorim anën e informacionit nga social media për gjëra pozitive nëse duam. Domethënë duhet nisim me veten. Nëse një prind është i mirë me veten e tij, nuk gjykon veten, nuk thot kam bërë këto gabime, nuk thot duhet të isha më i mirë si prind. Ti mundohesh. Tani kuptoj që duhet të edukosh veten gjithkohës, nis me atë lloj, për shembull, Ilva për ty, domethënë për mua ndihem shumë mirë sepse ne jemi nëna që quhet intentional moms. Çfarë duhet të bëjmë për fëmijën? Ka ca nëna ose baballar që janë në traumat e tyre që nuk e mendojnë dot këtë gjë. Për arsye se s'kan bukë të hanë. Dhe nëse ti s'ke bukë të hash, truri do shkojë në fight, flight, freeze. Domethënë, si mund të mbijetoj unë tani? Dhe mbijetesa nuk kujton, më thuaj pak për ndjenjat ti fëmijë, si mund të dëgjoj. Nuk është e kuptueshme. Por të gjithë kemi mundësinë për të bërë punë me veten. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.